Një paku me ëmbëlsira u dorëzua në vilën e Andales për të degustuar dhe vlerësuar nga juria eksperte. Emma Zharku, adhuruese ëmbëlsirash, i konsumon në mëngjes, në drekë dhe në darkë, e para për të dhënë mendimin objektiv. Clea Ballia, shefe eksperte e kuzhinës, kritike, perfeksioniste dhe kërkuese. Të gjithë i durojnë mendimit të saj të pakursyer dhe të pacensuruar. Por Clea, përpara se të japim vlerësimin ton si degustuese të ëmbëlsirave që njihemi si mjeshtre ti për kuzhinë dhe unë që ha shumë ëmbëlsira, ne si fillim me sytë ton të mbyllur do gjejmë shijet e muffinsve që janë nga Insifa dhe na kanë ardhur në shumë shije të ndryshme, sepse Insifa i solli të gjitha për ne që ne të ham, të shkyjmë ëmbëlsira më në fund. Ta provojmë. Ti mbyllim syt? Po i mbyllim. Po gjepu ka bëllë syze. Tani erdhi momenti së vërtetës. Tani po e ndjej erën. Ua e preka. Ja ku është? Edhe unë e preka. Gëzuar, ku do qofsh, muafin tjetër. Faleminderit. Tani, nisa Emma shiko tani. Gjithë sekreti është do të jep një herë shumë. Po më shkon goja lëng për këtë muffin. Mos është me qershi? Ua, po është me qershi. Është mirë. Është me qershi. Ua, është me qershi, gjeta më duket, ë? Është me qershi. Ua, e gjeta. E gjeta që është me qershi, e dija. E ndjeva aromën. Qa brumi, unë e dashuroj. Ishte më e mirë se ç'mendoja ti ishte. Vërtet? Po. Ti e pranove? Po. Ti një kuzhiniere profesioniste pranove që ky muffin është i mirë? Po, është i mirë, është gati është i mirë sa të mia. O, të dua. Çfarë do të thuash? Më pëlqen shumë. Miksi i qershis me kakao. Po. Ka vjen edhe erë kakao, edhe erë qershie, domethënë është si erë pranvere, nuk e di si ta shpjegoj. Me e bukur është se në të gjithë muffin ka reçel qershie, pra mund ta quajmë reçel qershie. Nuk janë kursyer fare. Po, nuk është se kanë që nuk e kanë futur vetëm në mes, po e kanë shpërndarë në të gjithë muffin që të ndihet shija e plot. Unë do t'i jap notën 10. Për mua ky meriton një notë 10. Ç'a brumi. Edhe unë mendoj ashtu si ty, që ky mix qershie dhe çokoladate meriton 10 nga 10. O gocërën e parë mirë, po nuk do jenë gjitha herët kështu. Po jo, unë kam besim tek ëmbëlsirat. Unë e di që Insifa gjithmonë sjell ëmbëlsirat më të mira, kështu që le ta provojmë. Ja ta shoh. Si më duket kjo mua? A është me karamel? Nga më duhet me çokoladë. Karamel di pa sy. Tekstura ka shumë të mirë. Kjo është me Mendoj që është me çokoladë. karamel. Vërtet? Po, unë them me çokoladë. Heq gjysmë lykat e mia. Me çokoladë që nga. O, zemra nuk më gabon intuita, moj, edhe shija. Si ka mundësi, unë jam eksperte. Kjo që kanë si krem si reçel nga brenda, është ka shumë shije të mirë. Shumë. Ka shumë shije. Sa vlerësimi jep ti këtij muffins? 10 nga 10 që unë vdes për çokoladë. Zemra, 10 në 10 si ishte edhe ti, unë për ëmbëlsira vdes dhe kam thënë deri ditën e fundit 80 vjeçe, vetëm ëmbëlsira do ha. Deri tani Clea i kishin pritshmëritë shumë të larta, se dy të parat na qelluan, tani e treta e vërteta, siç e thash dhe në fillim. Shiko, jeta duhet të mësoj që mos i kesh pritshmëri të lartë, se e para, e Në dyta fakt, mirë, po dhe e treta. Kjo duket si më e butë. Se më duket si me portokall. Shija e brumit është shumë e mirë. Edhe reçelit, thjesht unë nuk jam fan se e pjeshkës. Por nuk ka kakao, kështu që Jo, s'ka kakao, po. po, mendoj që Ta është shohim? me portokall. Është siç thash unë me pjesh, me kajsi. 10 nga 10 se më pëlqeu shumë brumi. Thjesht unë nuk jam fan se reçeli të
kajsisë. Okej. Unë jap 10 nga 10 sepse më pëlqeu shumë që nuk I kam vënë kakao tek kajsia, se sikur do e humbiste pak shijen kajsia nëse do I kishte edhe kakao. Kështu që më pëlqen. Ta provojmë, nuk ka shanse tjetë edhe kjo 10 nga 10. Unë mendoj se Meri, po, sa herë e mirë. pas ka erë komplet tjetër nga gjithë muffinsat e tjerë. O Klea, kjo nuk qen ka 10 nga 10, po kjo qen ka 100 nga 10. Që ka shumë e mirë. Ma, më duket se është me fruta kështu. E parasysh fruta ekzotike, jo, fruta pylli. Prit, ta shohim? Fruta pylli! Po, zemra, shef është me fruta pylli. Kjo është e preferuara ime, Më ose më kjo pëlqen nuk është në tryezën time të vitit 3, unë I them mamit. Nuk jam shumë fan se reçelave, po ishte shumë e mirë. Po, vërtet. E unë do t'jap një 10 nga 10. Edhe unë do të jap një 10 nga 10. Më habitën, më surprizuan. Fakt isha dëgjuar legjendat që muffinsat e Insifës ishin shumë të mira, po nuk e kisha besuar deri në këtë moment. Janë 10 nga 10. Dhe siç e thotë dhe vetë slogani, fjala e fundit është 10 nga 10.